Përshëndetje, po fillojmë intervistë në radhës në prag të ndeshjes Partizani Egnatia, për shumë më tepër trajneri Tetova. Pyetje. Profesor Tetova, si e keni lexuar Partizanin këtë sezon dhe çfarë prisni konkretisht nga kjo përballje në Tiranë? Mendoj që është një përballje që don impenjim maksimal për vetë faktin e mundësive që janë krijuar tani për të ruajtur vendin e parë. Dhe për të pas një vazhdimsi, sepse vim nga djumi si në kupë me Partizanin, në shkollën kampionat me Elbasan. A keni ndonjë mungesë e rëndësishme për shkak dëmtimesh apo kartonesh në këtë sfidë dhe si është gjendja fizike e skuadrës? Reparti që po çalon më tepër është mbrojtja dhe aty duhet të bëj theksin, sepse prap kemi mungesa në mbrojtje, mungon Xhemali pas dëmtimit në ndeshjen kupë me Partizanin. Ashtu dhe me Elbasanin nuk ishte i pranishëm, kështu që edhe nesër nuk është i pranishëm. Duke shtu këtu dhe Malotën edhe Ndrecën po në mbrojtje. Por mendojmë që me pak kujdes do të operojmë diçka. Partizani është në garë drejt për drejt me Elbasanin për vendin e 4. A prisni një kundërshtar të motivuar dhe agresiv apo një skuadër me presion mbi shpinë? Sigurisht që ka fund të mirë, ka dhe fund të egër. Këtë moment ta ka rënë një fund i egër për vetë faktin sepse të dyja skuadrat i duhen pikët e plota dhe mendoj që do të jetë një ndeshje që do të ketë goxha luftë sportive brenda. A do t'i menaxhoni minutat e disa titullarëve apo ndeshja do të trajtohet me intensitet të plotë? Nuk e kam luksin me menaxhu titullar, siç e thash, jemi me mungesa. Jemi mundu që të operojmë diçka në mesushor në mbrojtje, por mendoj që duhet të kapim ritmin dhe për të qenë sa më të gatshëm për finalet e fundit. Ju keni theksuar shpesh rëndësinë e ruajtjes së ritmit dhe motivimit. Sa e vështirë është ta mbani skuadrën të fokusuar kur Final Fouri është afruar? Sigurisht që impenjimi në momentet kur ti ke siguruar diçka zbehet, por neve do të kërkojmë nga vetja që të kemi këtë vazhdimsi, të kemi ecurit mirë dhe për të qenë sa më në formë në final. Si po ecin përgatitjet për Final Four dhe sa rëndësishme është për ju të ruani harmoninë e shëndetin fizik të grupit në këtë fazë? Sigurisht që çdo fund vit ose çdo fund sezon ka impenjime. Sigurisht kur bëhet fjalë për finalet, patjetër që çdo lojtar ka atë po themi opsionin shtesë për të bë më mirë, për të qenë më i sigurt dhe për të ruajtur formën. Egnatia është shpallur kampione në kampionatin e rregullt pa Final Fourin, por ka ende zëra që thonë se në ndeshje pa presion skuadra juaj nuk është po aq imponuese. Çfarë përgjigje jepni për këtë perceptim? Mendoj që të mbyllësh një maraton në vendin e parë, sigurisht që ka benefitet e veta. Në momentin që kemi marrë, po themi, këtë revansh, nga ai moment, sigurisht të mirë është që ti ta mbyllësh i pari, sigurisht sepse edhe në finalet një barazim të, po themi, vendit të parë dhe vendit të dytë jep goxha suport ekipit për të pas një performancë akoma më të mirë. Në këtë periudhë shumë trajnerë mendojnë edhe për ruajtjen e lojtarëve kyç për Final Four. A keni ndonjë emër konkret që do ta menaxhoni me kujdes të veçantë në këtë takim? Nuk mendoj që të menaxhoj asnjë lojtar, sepse forca jonë është grupi dhe këtë kemi cilësuar që nga fillimi dhe do të vazhdoj të theksoj që Egnatia është grupi. Faleminderit. Faleminderit.